që i kanë zënë venat me votat e popullit. Për masat e një cirku pa shije, ta nuk i kanë marrë votat për të bë kësi cirkusi aty, po për gjithë zgjidhje se kemi hinë në muajin e 4, pyetje është edhe vetë integriteti personal i kandidatës e cila lejon kështu me lujt me të. Kuvendi i Kosovës asesi të konstituohet, sot ishte përpjekja 23 për konstituimin, por sërish dështim. Si të dilet nga kjo blokad në Kuvendin e Kosovës? Spari duhet thëmë se kjo që po ndodhë në kuvend është manifestimi një papërgjegjësie totale njerëzve që i kanë zënë venat me votat e popullit. I ka marrë për masat e një cirku pa shije dhe manifeston papërgjegjësi ndaj popullit dhe shtetit, dhe kjo duhet ndërpritet shpejt. Mundësi ka, duhet vullnet i mirë dhe duhet të reflektohet me përgjegjësi ndaj popullit dhe shtetit, sepse këta nuk i kanë marrë votat për të bë kësi cirkusi aty, po për gjithë zgjidhje se kemi hinë në muajin e 4, pa qeveri efektive, pa kuvendi cili bjen ligje, merr vendime e tjera. Ka mundësi mund ndërpre, por nuk po shifet vullnet i mirë dhe është momenti i fundit që deputetët e parlamentit, gjitha formacione dhe grupacione të reflektojnë me përgjegjësi. Po, zoti Vllasi, kush po e mban peng Kuvendin e Kosovës, nga që kemi parë akuza të ndërsjella, vetëmendosë si akuzon partitë e tjera të deridjeshme opozitare për këtë situatë, derisa këto parti akuzojnë pikërisht vetëvendosjen si parti fituese, aja ka obligim të konsideroj Kuvendin dhe formimin e institucioneve të reja. Përgjegjësi kanë të dy formacionet, të dy bloqet, ndonse ma shumë sigurisht formacioni që ka ma shumë të numër deputetëve në kuvend, që është vetëvendosja. Kjo o shëndru në hajgare të përsërit çdo dytën ditë votimin për një kandidat i cili nuk kalon. Madje pikpyetje është edhe vetë integriteti personal i kandidatës e cila lejon kështu me lujt me të, por edhe këta të opozitës, të quajmë të opozitës që ishin, unë po them formacioni tjetër, i cili ka met në pozicionet e veta dhe zgjidhje ka.